Ekspertë e bujqësisë nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë akuzuar qeverinë dhe Ministrinë e Bujqësisë se sipas saj po i mashton fermerët në ndarjen e buxhetit, si dhe po i thërret në suksese të rreshme për t'i shmangur revoltimeve të bujqeve të Kosovës. Skender Gaqiu, koordinator brenda grupit të ekspertëve për bujqësi nga LDK, ka akuzuar Ministrinë e Bujqësisë se po i mashtojnë bujqet, duke u avonuar edhe ato pak subvencione, të cilat sipas tij nuk duken askund në terren. Ai ka shtuar se gjetjet e tyre në keqpërdorimin e buxhetit për bujqësi kanë hasur edhe në subvencionimin e kombajnerëve, duke thënë se janë keq përdorur miliona euro në kures të atyre që është dashur të përfitojnë subvencionin e që ato para nuk kanë shkuar në dobit të tyre. Nga këto të dhëna, del se janë subvencionuar rreth 600 kombajna më tepër se sa që në realitet ne mendojmë se janë, edhe këto shqetësime janë të dhëna edhe në rekomandimet e disa anëtarëve që kanë qenë në monitorimin e kësaj fushate. Dhe kjo është një matematikë e thjeshtë, do të thotë se e shumëzojmë këto me 250 euro, llogaritë se rreth 150.000 euro është keqpërdorimi i mjeteve që është bërë vetëm në këtë fushat. Gaqiu ka kërkuar shëndarja e subvencioneve të bëhet sipas nevojës dhe jo në baza partijake.